Sektori i ndërtimit mbetet një nga pjesët më dinamike të ekonomisë shqiptare. Kjo sipas të dhënave të Instat për tremujorin e tretë të 2025-s. Për gjatë kësaj periudhe janë miratuar 289 leje ndërtimi me një sipërfaqe të planifikuar prej 350.603 m2. Ndërtimet rezidenciale dominojnë me 231 leje dhe 273.000 m2, duke konfirmuar vijimsinë e tendencës që ka karakterizuar vitet e fundit, orientimin drejt banesave dhe projekteve me densitet të lartë. Rritja e ndërtimeve me 3 apo më shumë kate dhe rezidencave komunitare në një total prej 149.000 m2 sugjeron një shtim të kërkesës për struktura të mëdha dhe të organizuara, sidomos në zonat urbane. Tek ndërtesat jo rezidenciale, të cilat zën 58 leje, pesha e objekteve industriale dhe tregtare është në linjë me vitet e kaluara, duke treguar një ritëm më të matur të sektorit të shërbimeve krahasuar me atë të banimit. Vlera totale e projekteve arrin në 15.9 miliard lek, me një rritje të dukshme në qarqet Elbasan, Kukës dhe Dibër, ndërsa Tirana ruan dominimin historik me 93 leje dhe mbi 252.000 m2 ndërtim të planifikuar. Megjithatë, varësia strukturore nga ndërtimi mbetet një sfidë. Investimet të përqendruara kryesisht në banesa rrezikojnë krijimin e një tregu të mbingopur, ndërsa zhvillimi ekonomik jashtë Tiranës mbetet ende i pabarabartë.